Këtu jam tek marketi, mini market Doda. Po. Mini market Doda. Edhe kam ardhur me të bërë reklam, sot o zef. Të vinë gjithë ndaloj këtu në Reps tek marketi I Zefit. Faleminderit, po, jemi zone braktisë vendi, komplet. Vërtet? Këtu, kur është shpallë qytet, qytetës, ka pas 4.000 banor. Në Reps? Ishte kusht. Tjerë që për tu shpallë qytet, do të kishte këtë sasi banorësh. Edhe këtu ka pas 4.000 banorë. Nërsa sot, po kanë as 150. 150 veta që kanë mbetur këtu? Po, që kanë mbetur. Wow, sa pak. Edhe, desha me thonë se s'kesha reklamet të mbash, është kohët. Nuk ta shtoj do të fluksin e njerëzve. Ti vetë ke lindur këtu, në Reps? Unë kam lindur në Blinisht. Në Blinisht. Në Blinisht është fshati. Hajde, kalojmë nga, e kemi më mirë andej, hajde ta shohim njërë këte. Blinishti, shisa interesant. Po, edhe kjo është pjesë e Blinishtit. është pjesë e Blinishtit, edhe kjo qytetës, edhe Repsi. Riska dhe dhi këtu të kjo? Pore, jemi shpirë, jemi shpime me bakti, me dhi, me dele, me... Po pse I largon të dhit? I largon se mos ka shpinë aty kë. Ka shpinë zotëria, po. Jo rëza që kemi në përballë është Blinishti, Po. Ajo ka qenë qendra, aty ka qenë qendra e kooperativës Blinishtit, në kohën. Edhe lagje, fshatra, masanit të tjerë për rreth. Edhe unë e kam shpinë e vjetër këtu poshtë në një lagje seft, quhet ajo. Aty kemi kullën e vjetër. Që e majmë, e ruajmë akoma. E ruajnë akoma kullën? Interesohemi për të po. Është e rënuar apo? Jo. Nuk është e rënuar? Nuk është e rënuar. Po kush jeton tani aty? Mirë, po tani s'jeton kush atje, na erdhëm edhe për arsye pune, por edhe për arsye unë jam vëllezër shumë. Jam 6 vëllezër dhe një motër. Edhe zbanoshmi dot aty në të gjithë. Po, normal. Edhe fillu masanej. Unë dola këtu në Repse, vllai tjetër bani një shtëpi aty. Edhe kështu masanej. Emigrimi pjesën tjetër. Pra ndërkohë tani në këto momente kulla është bosh. Kulla është bosh. Kush ka pas qëndru të kulla deri tani kohët e fundit? Deri në kohët e fundit, baba me nanën, edhe një vlla që tani e kam në Tiranë. Pas atë, shumë aty. Se baba vazhdoi jetoj në kullë? Po, deri para 10 vitesh. Masanej e morëm se hiken edhe vllai hiku në Tiranë, që kishim aty. Edhe fshatar nuk pat aty afër, për ta shumë, edhe ngelen vetu. Vetëm ata? Po, kam nanën aty. Nanën e kam akoma jeton, po. Edhe, kjo ka qenë arsye që ne kemi lëviz, sepse ngelshin edhe pa energji elektrike, edhe pa ujë, dimri, ishte... Ka qenë dimri vështirë në Blinisht? Po, dimri vështirë, tani kanë... Edhe Repsi besoj, se njëta klimë është, e njëta vijë është. Po, njëta vijë. Pavarësisht se tani ka 4-5 vite, se që s'bje boras, nuk e kanë qenë dimra të ashpër. Sa vjeç është nana? Nana është 84. Po baba, sa vjeç? Baba vdiq 102 vjeç. 102 vjeç? Po. Wow. Po, baba është martu I kalu në mosh. Sepse është rritjetime, arsye ekonomike, pa mbështetje, pa shumë dhe është martu 36 vjeç. Dhe e ka marrë nanën time 16 vjeqe. 20 vjetë diferencë. Ka ishtë diferencë të madhe. Ka ishtë diferencë. Në fakt po bëja llogarinë sepse kur më thej që nëna ishte 84, baba vdiq 102, thash wow. Si ka mundësi që jetoj baba ka gjatë? Po tani... Me gjithë këto siklete në jetë? Po. Nuk geni,
Shta geni, ka të baj, se edhe gjyshi jem ka vdek i vjetër, Sa vjeç? baba i babës, ka vdek afër 90 vjeç, por 90 të kapish 90 vite në të kohë. Që njerëzit vdisnin 50, 60. Po, edhe geni,